Me rastin e ardhjes së mërgjimtarëve në vendlindje, Qendra për Kulturë në Kërçov ditën e premte më datë 26 dhjetor me fillim në ora 19 organizon koncert festiv. Qendra e Kulturës në Kërçov organizon një koncert festiv me këngë dhe valle popullore shqiptare, dedikuar mërgjimtarëve tanë që gjatë këtyre ditëve festive kthehen pranë familjeve të tyre në vendlindje. Në këtë koncert do të interpretojnë artistët e talentuar pranë Qendrës për Kulturë, si dhe mysafirë nga shkollat fillore të Kërçovës. Më shumë rreth këtij koncerti foli drejtori i Pallatit të Kulturës Mazllam Osmani, i cili theksoi se ky koncert organizohet për nder të mërgjimtarëve. Po ky koncert realisht është një përgatitje e Shkollës së Valleve Shqipe pranë Qendrës Kulturës bashkë me atë të instrumenteve, të udhëhequr nga koreografët Abni dhe Xheneta Zeneli dhe Shkolla e Instrumenteve udhëhequr nga profesori Burim Mehmedi. Dhe me rastin e ardhjes së Kurbeçave dëshironim të prezantojmë gjithë ato çfarë Qendra e Kulturës ka përgatitur gjatë këtij viti. Dhe sigurisht përveç atyre që i kemi si nxënës të këtyre shkollave, do të kemi edhe mysafir, nxënës të shkollave fillore të qytetit, edhe mysafir kemi një nxënës në Çifteli nga Tetova, Shtaj Elmir Bekzati. Programi i cili do të jetë në këtë koncert do të përmbajë, siç tham, këngë edhe valle, janë 5 valle nëse nuk gaboj, edhe 7 apo 8 këngë, të cilët do të interpretojnë një pjesë drejt për drejti, nxënësi që i kemi në kuadrë të shkollës këtu pranë Qendrës së Kulturës. Po, është ditën e premte, në datë 26 dhjetor, me fillim në ora 19, dhe me këtë rast sigurisht përveç atyre që i kemi këtu, do të kisha ftuar posaçërisht mërgjimtarët tanë që të vinë dhe të ndjekin talentet e rinj të qytetit tonë, që besoj se do të na kënaqin me performancat e tyre. Koncerti do të mbahet më datë 26 dhjetor me fillim në ora 19, ndërsa hyrja është 150 denar.